Pas ngjarjes së rëndë që ndodhi brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania, ku Jozi goditi me grush gjesti në momentin e largimit nga shtëpia, policia ka ndërhyrë menjëherë dhe ka shoqëruar Jozin drejt komisariatit për veprime të mëtejshme ligjore. Ky veprim ka tronditur opinionin publik, ndërsa rrjetet sociale janë mbushur me reagime të ashpra nga figura publike, ndjekës të formatit dhe ish banor të Big Brother VIP. Ndër të parat që reagoi ishte Xheneta Fetau, ish partnerja e gjestit, e cila përmes një postimi në Instastory dha një mesazh të fuqishëm kundër dhunës. Dhuna nuk është zgjidhje. Asnjë arsye nuk e justifikon dhunën, as në familje, as në rrugë, as në internet. Respekto, dëgjo, fol me mirësi, stop dhunës, respekt. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.